Drejtoria vendore e policisë Shkodër vjon punën për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive. Specialistët e strukturave përkatëse referuan materiale në prokurori, ku nisën procedime penale ndaj disa shtetasve për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konflikte, ndërtime pa leje dhe mosbindje ndaj punonjësve të policisë kufitare. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin NM banues në fshatin Bardhaj, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet dhe pa targ. Ndërkohë ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasit DK 45 vjeç, pasi me datë 21 janar 2026 në ambientet e Spitalit Rajonal Shkodër është konfliktuar për motive të dobta me shtetasin kosovar në G 47 vjeç, si dhe GP 40 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve të tegës vendore të Komisariatit Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin EC 41 vjeç banues në Vermosh për veprat penale, mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit të policisë dhe kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror, pasi me datë 28 janar 2026 nuk i është bindur urdhërit të punonjësit të policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar bashkim për të kryer procedurat e regjistrimit në hyrje të Republikës së Shqipërisë.